Është e këndshme të shohësh foto të miqve tanë në Facebook teksa janë në një fest apo me pushime me familjen, por ndonjëherë ato kthehen në burim serioz krahasimi. Nëse fillon të krahasosh, mbase pushimet tuaja familjare nuk kanë qenë kaq perfekte sa ato që ju shihni në profilet e miqve tuaj. Po si ndikojnë këto krahasime në vlerësimin që ju i bëni vetes si prind? Një studim i fundit ka trajtuar pikërisht këtë çështje duke vëzhguar 749 nëna rreth përdorimit të rrjeteve sociale, krahasimit që ato bënin me të tjerët dhe nivelit të vetbesimit si prind. Rezultatet treguan se sa më shumë e krahasonin nënat veten me të tjerët në rrjetet sociale, aq më të papërshtatshme e shikonin veten si prind dhe aq më shumë ndjeheshin të lodhura nga roli i nënës. Ajo që duhet kuptuar këtu është fakti që media sociale imponon imazhet perfekte. Rrallëherë postohen foto të rumujës që ka bërë fëmijat apo koshi me rroba të palara që ka një javë. Media sociale nuk paraqet historinë e plot, ndaj ushtron shumë presion krahasues mbi njerëzit.